aktoreja e njohur Margarita Xhepa u fshua. Por po ato ditë u zbulua që po një aktore, një ikonë e madhe e kulturës dhe artit shqiptar, Tinka Kurti, jeton në një azil. Si keni parë këto dy ngjarje? Kur flasim për këta njerëz, duhet t'jesh shumë serioz për veten tënde. Të paktën unë si janë. Këta janë njerëz që nuk presin gjykimin tim apo të presin që të them diçka, thjesht i kam respektuar para shumë vitesh, edhe i respektoj sa të mbëlqet. Janë vërtet ikona e Shqipërisë. Ç'mund të thuash për Margaritën tash? Nuk është se e njoh unë, siç e njoh unë, e njohin shumë tjerë, flas miqësisht, sepse na ka lidhur ekrani, puna, ambientet kuftohemi. Margaritën e mbaj mend vetëm, domethënë mbaj mend nga Margarita vetëm ngrohtësi, dashamirësi. Tash pse mund të ngrihen, mund të thonë apo ishte ajo, e ndau ajo, se e ndan nga djali, ato janë të tepërta. Por ne kemi një gjë të fatkeqësi shumë të madhe. Ne do të bëjmë hero pasi ke hikur. Pasi ke ka përqyer pragun e tjetër. Për Margaritën nuk kam çfarë them përveç se një legjendë e artit shqiptar si ajo, si Sander Prosi, si Kadri Roshi, si Ndrek Luca. Nuk flasim tash për fëmijët, ç'a bëjnë apo nuk bëjnë. Flasim për ata që kanë qenë. Që përket Tinkës, përveç se Tinkën e dua pa mas, është vërtet për ta dashur. Tinka te unë jep atë ikonën e nënës time. Jep atë ikonën e çdo nëne shqiptare. Unë gjithmonë sa herë që domethënë ka qelluar që e kam takuar Tinkën, që i më ulur, kemi ngrënë, kemi biseduar, i kam thënë, nën, se nuk mund t'i thuash Tinkës, Tinka në emër, të vjen zor nga vetja, të vjen zor se të vjen zor nga vetja. As zonjë nuk mund t'i thuash. Ajo është ikona e nënës shqiptare. Të katandiset aty, edhe më ngacmove me këtë temë, qofse do jemi vërtet burra, se jemi kaq të palar, po kaq të palar, sa ky i Genti, ky gej si e ka i respektuar, bëri namin me Parashkevin, se ishte ande dhe mori famën që mori, pse s'po e bën? Sa gej ka Shqipëria, po cicorojnë gjithësh, se u bën zoj gjithë. Pse se ndihmoj njëri zonjën e madhe që quhet nën? Ajo duhet quhet nën nga gjithë. Pse s'doli? I lëm këta zoj cicerimat, këta lulut, troç, se lulu janë gjithë. Por pse nuk dolin këta politikanët që dalin në përvota tash që gjejnë edhe brimën e fundit në çdo fshat e kanë gjetur ku është dera e shtëpisë. Qofse kanë dera e shtëpisë të hallexhin të shkret se janë në hallet e tyre. Pse se gjen një rast për atë zonjë të madhe, për atë brilante femër. Nuk e kam këtu, në aq mundësi sa kam dhe do kisha, nuk e them për fjalë të mëdha, do kisha bërë atë që do bëja për ti me më. O do kisha lidh një pension me aq sa të mundem, o do kisha paguar një shtëpi, aq sa të jenë mundësitë e mia, edhe ushqim apo diçka, nuk është këtu, nuk po e them për të bërë Ariani, por që ajo është një ikonë e Shqipërisë. Jo për mua, besoj për gjithë shqiptarët. Çfarë roli nuk ka luajtur? Çfarë nuk ka dhënë ajo femër emocion apo kemi lotuar me Tinkën. Me të gjithë aktorët zakonisht, po me Tinkën sidomos. Çfarë filma ti lësh, çfarë ti kujtosh? Siç është Tinka është dhe Timo Floko, nuk ka të bëj se po i lëm, po më vjen një nga një dhe s'mund të flas për miq që i takojmë, që kemi respekt për njëri tjetrin, sepse besoj ata janë unikër në atë që bëjnë, në punën e tyre. Unë besoj se në atë timen, ja lë popullit ta vëj titullin, s'do të them për veten time çfarë, por jam larg nga tregu sepse nuk do jem ai që nuk jem ai që do i fërkoj apo do nuk. Unë shes këtë. Ai sa është. Ai sa e kam. Në sken kam dal 4000 veta kanë qenë. E kam treguar veten ç'a mund bëj, ç'a mund jo. Të tjerët janë tepërta. Dhe dua dal që këta janë i kanë dhënë provat kush janë. Në filma apo kudo apo Ndrek Luca, a mund dalje ai aktor më? Flas për Ndrek Lucën. Të kuptohemi. A mund dalje ai aktor më? A mund dalë një Sander Prosi më?
A mund të dali shqyr që është gjallë të paktën Reshat Arbana, që kanë bërë dhe një këngë për nënën, te Klodian Qafoku, te kompozitori Klodian Qafoku, me tekstin e Jorgo Papingjit, rrafën pas Jorgo. Flasim për njerëz që për mua ajo është pasuri që m'lan ata. Që la Jorgo, duhet të them në këtë rast. Ariana, mund të ishte zgjidhur ndryshe ky rasti i Tinka Kurti? Shumë e thjeshtë ta thash. Po të doj politika si mund të bëj, domethënë, ka të them tash të tjerë që mund t'i japi shpira, po ç'a s'po del tash. Do thënë, imagjinoj çfarë kanë bërë këta, edhe Baktia akoma vetëm Orburidheut. Shkon dhe i dëgjon që s'duhet të dilte njëri të dëgjonte një herë. Unë nuk e di si s'po bëhet një krijohet diçka tjetër, më dalin të rinj që janë, jo të rinj që dalin llapa, ç'a than tjerët janë dhe këta se takojnë nga mbrapa dhe i bashkojnë votat. Mbaruan për mua. Për mua populli ka hall. Populli ore kupton çfarë duan këta Orburidheut. Prandaj nuk dua të flasin, se e di që do të shpreh drejtje mori. Këta duan t'i kapësh nga Ramsi, nga Mamsi, nga Famsi, nga Tamsi, të gjithë me plaku me disa janë në mes të Tiranës. Se i kalën pa ilaç ata njerëz. Ata punuan që i gjetëm ne sot. Ndoshta jo të gjithë, por shumica punoi. Kush i bëri ato pjellore, kush i bëri gjithë ata ullinje, nuk doli Enveri dhe i bëri. I bëri populli. Por i drejtonte ai ama, se kishte Babaxhan. Frika. Themi respekti. Nuk ka respekt në jetë. Unë nuk besoj se ka respekt në jetë. Ka frikë. I qelloi ky tjetrin Big Brother, hapi Crown, si hapi Crown gjithë ja mbështolli edhe ndonjëherë dhe Mirja Bergjës, e duan ai këta që rrin për të lë miza e kalit, ja lë. Miza, kali. Mordi kali thas më lë miza dërhat. Ai se rrinte për çfarë e kruante, më kupton? E hapi edhe një herë ky Crown, ai vajti rast si lulur edhe, nga të morti ai. Po pakën çoll për burrërisë të çef ekrani. Çoll paktën. Edhe sikur vërdall të vish. Si vinte Laerti gjatë me Doni Monde, po kur hiku ai u kujtua që ta ndante çështjen. Po unë bëj shaka, unë kam shok. Bëj shaka, unë shaka. Arian, pak më parë tha që e njoh që në Greqi Laerti. Në çfarë rrethana e ke njohur, pra mund ta thoni diçka? Në rrethana miqësore kemi qenë në një shtëpi diku që më ftuan, mua e mora edhe me vete Laertin, që më kishin ftuar për një drek. Nuk është djalë i keq për të qenë, djalë i keq nuk është, i bie që po thjesht tash po shoh që po luan ose po luan rolin, nuk e di, nuk dua të flas më tej. Aq. Është më mirë ndonjëherë që nuk është aq. Po tash që në qenë se u mblodhëm gjithë në Shqipëri prap, Greqia nuk është vendi ynë. Greqia nuk është vendi ynë. E jam me ti, unë nuk dua ta gjykoj temën, por me sa shoh mediat, po tallet gjithë. Sagapau Laerti, përse më zonjë ti në Shqipëri? E dim dhe ne të themi Sagapau, Magapase, përse? Ne jemi në Shqipëri, i këndojmë këngët greke, sepse kanë, për mua si Arian paktën, kanë një tekst që është shumë e vështirë të shpjegohet në shqip, ose muzikën. Po i mora muzikën unë si Arian, nuk i mora çfarë kanë ata ndaj nesh. Po më zonjë, nëse e Greqi shkoj ato atje, pse nuk jeton me pasaportë greke janë, si Laerti, si e jema besoj. Pse? Apo kanë një rol tjetër, i vjen mendoj unë, nuk e di. Tash ti me gjatë, punë të tyre. Tash i ndoqën agimi arte, nuk i ndoqi dëgjoj. Një që futet të ndjeki, ty e mua e këto, të gjen.